Si u duket kjo rrugë? Padyshim është lehtësisht e dukshme se edhe kafshët në kohë me shi do ta kishin vështirë të kalonin. Nuk jemi diku larg. Jemi në territorin e bashkisë Shijak, fshati Çizmeli. Fare pranë është Tirana, në krahun tjetër Durrësi. Një fshat i bukur me një natyrë të mrekullueshme, i ngritur në një kodër të butë, i rrethuar nga vreshtat dhe ullishtet. Por është në këto kushte, me këtë rrugë, ku edhe kafshët padyshim e ripërsërisë e kanë të vështirë të kalojnë. Nëse në këto kushte kemi fshatra kaq afër, që i përkasin një bashkie në zemër të Shqipërisë, Shijakut, çfarë duhet presim për fshatra të tjerë, të thellë, në zona të largta? A mundet të quhet rrugë kjo? Banorët janë përpjekur vetë, kanë investuar në vazhdimsi vetë. Por kjo nuk është zgjidhje, se kemi thënë dhe më parë, për çfarë duhen pas autoritetet lokale. Dhe duhet i shtojmë rrugës edhe faktin që deri para 30 vjetësh ka patur ujë për të pirë, sot uji ka vetëm përmes puseve. Liçeni është poshtë, rezervuari, por ujë për të vaditur nuk ka. Shkolla është mbyllur. Si do të shkohet në tej? Cila do të jetë zgjidhja? Lënia në arrest, braktisja, sikur jemi në një vend të botës tretë? Ja pra, pse duhen investimet? Se padyshim ka shumë njerëz që do të largohen, por ka edhe të tjerë që duan të qëndrojnë, apo edhe nga ata që janë larguar dhe duan të investojnë. Po si do investojnë me këtë rrugë? Cila është kostuja që merr një shtëpi kur duhet sillen të gjitha materialet me këtë rrugë? Dhe ka shumë banorë të këtij fshati që duan të investojnë. Janë përpjekur të ringrejnë shtëpitë, janë përpjekur të shtojnë vreshtarinë. Por si të vijojnë në tej? Kur autoritetet përkatëse kthejnë kokën krahun tjetër, nuk duan t'ja dinë. Ktheni pra kokën nga fshatrat. Se edhe fshatrat kanë nevojë për investime, janë shqiptarë edhe banorët e fshatrave, dhe e ripërsëris nuk po flasim për fshatrat largët, janë fshatra fare afër, që padyshim duhet kenë një vëmendje. Përndryshe, hajde t'i vëmë dërmën të gjithave, t'i lëmë në arrest gjitha, të largohen që të gjithë, mos investojnë për prodhimin vendas dhe ta marrin në dorë siç po ndodh gjithë ta që sjellin prodhimet nga jashtë. Se kështu u bë kjo punë, po e marrin në dorë vetëm disa njerëz saktuar, disa biznese të saktuara që nuk kanë interes që të zhvillohet prodhimi vendas. Ja, ky është prodhimi vendas. Siç këtu edhe në çdo zonë tjetër në Shqipëri. A mund të braktiset kështu ky fshat? Zoti ja ka dhënë gjitha, robi dhe shtetarët ja marrin gjitha.